Problemi më i madh që kam hasur në terapitë private, ashtu dhe në ato terapi në grupe, për ne shqiptarët është siguria emocionale, por dhe siguria financiare. Sepse prindrit tanë asnjëherë nuk na dhanë sigurinë shpirtërore emocionale. Dhe shpeshherë atë mund ta marrim nga nëna dhe nga babai, po më tepër nga nëna. Jo sepse ja ishin të keq, jo sepse s'donin, por dhe ata nuk morën nga prindrit e tyre. Sepse në Shqipëri njerëzit mbijetuan dhe nuk jetuan. Dhe asnjëherë fëmia nuk arrinte që të fliste hapur për ndjenjat e tij dhe emocionet, sepse dhe prindrit nuk e dinin çdo të thotë emocion dhe që mund të shprehesh. Një nga këta fëmijët kam qenë edhe unë, dhe është shumë e vështirë dhe kur rritesh të mësosh si mund të shprehsh ndjenjat e tura emocionale. Por këto na kanë bërë që mua pikërisht dhe ju që të hymë shpeshherë në rolin e shpëtimtarit, dhe mua më bën kjo terapistja që jam, sepse në radhë të parë e ndjej në ajër atë energjinë e një personit që është në vend të vështirë dhe kërkon pak dashuri dhe siguri emocionale. Dhe siç kam thënë dhe në video të tjera, kur s'kemi siguri emocionale, nuk mund të kemi siguri financiare. Shpesh se mos meshkujt ngatrojnë emocionet ose sigurinë emocionale me sigurinë financiare dhe mundohen që të kenë para, të japin te gratë ose dhe të kenë një emër që të duken të vlefshëm, të plotësuar. Këtu jam t'ju them sepse shpirtra të bukur, dhe në radhë të parë kam thënë vetes time, gjëja më e rëndësishme është të ndjesh në anën e emocioneve, të kesh atë sigurinë shpirtërore, sepse kur ke sigurinë shpirtërore që më shumë e merr nga nëna, atëherë ti mundesh të sjellësh siguri financiare. Kjo është që nuk ishim asnjëherë në hierarki, akoma dhe fëmijë, ne u përpoqëm që të plotësonim nevojat e prindërve, të punonim për ta, të mbanim peshën e tyre emocionale dhe shpeshherë të mos flisnim për ato problemet që ata kishin, por të bëheshim pjesë e problemeve dhe të bëheshim dhe pjesë e zgjidhjeve të problemeve. Dhe i thash, kjo është përvoja ime dhe është pak e vështirë gjithsa të kuptosh, por ka mundësi për të liruar. Kjo mund të lirohet duke qëndruar në hierarki, në vendin tënd dhe të lirosh peshat që nuk janë tëndet. Së shpejti dhe në Tiranë, por edhe këtu, ndërmjet platformës Zoom, kush është interesuar të mësoj që a ka qenë në hierarki në familjen e tij, apo në familjen që ka krijuar, jam meritacake, mentore, shkrimtare, drejtuese e sistemit përfaqësues për gjithë familjen, në sistemet familjare, për hierarkinë dhe shumë të tjera, për të ndihmuar dhe me përvojë dhe me metoda të ndryshme të gjithë së bashku të qëndrojmë në vendin tonë dhe kështu të themi mjaft më te kjo modeli vjetër që kemi bërë, së mos brezi jon, kemi qenë prindër të prindërve dhe tani nga lodhja, nga boshllëku mundohem t'i japim më tepër tek fëmijët tanë, sepse e ndjejmë që si jemi ndjerë ne kur kemi qenë fëmijë. Por ne jemi ai brezi që jemi lodhur më tepër. Prandaj, në qoftë se vërtet dëshiron të dalësh nga ky rend, atëherë jam këtu të ndihmoj. Ju dua shumë, më shkruani në privat për gjithçka.